arrestimi i tij nuk është bërë nga agentët e BK-s, por është bërë nga agentët e policisë shtetit, që është pjesë e policia e shtetit, është pjesë e ekzekutivit, është varësia e Edi Ramës. E ka pranuar dhe vetë Dumani dhe ka thënë për mua ka qenë i tepruar, s'ka qenë i drejtë. Dhe te këtë e kapim. Këtë mundimi ta dallojmë ne. Pjesën e gjyqit ja lëm gjyqit, pjesën e akuzave edhe gjykimit. Edhe nëse është akuzuar në mënyrë të padrejtë, do i dalet drejtës në fund. Është kosto që do e mbaj. Siç do e mbajnë edhe të tjerët. Por ajo çfarë është evidente dhe është e qartë, nuk lën gjë për interpretim, është mënyra e arrestimit të tij dhe mënyra e trajtimit në burg. Sot rishfaqja e parë, zoti Peka. Ju besoj se i ndoqët e patë dhe transformimi që kështë pësuar nga burgu. Shiko, nuk dopsia shtendeti tje e ka rënë pesh praset shkonte në burg. Ne kemi një vit e gjysë se kemi parë, sepse s'ka mundta, as bashkëpunëtorët e tij të afërt se shohin dot, sepse nuk e lejojnë të takohet apo të komunikohet. Përveç avokatëve, nuk as me zyrtarët të partisë, as me funksionarët të partisë, as me asgjë. Kam përshtypjen që deri diku edhe Erion Velia e kështu është, po ai duke qenë pjesë e pushtetit, ka dhe lidhjet e veta që mund të ketë favore. Pjesa tjetër pastaj e zyrtarëve tjerë janë gjysmën e kohës e kanë kaluar në spitalin në Burgut me kushte tjera. Gjysmën e kohës e kanë kaluar, jo gjysmën e kohës, po më besoj që zyrtarët bashkë me drejtues të grupeve kriminale, flas këta qenë me emër, menun e darkës e kanë shumë më të pasur se çfarë ne mund të kemi menun e ditëlinjeve tona këtu. Dhe ky diferencim vjen po prap nga kjo lidhjet me qeverinë. Për sa i përket asaj që tha Poli, cilës? Që përmendi 35 vjetë të tranzicionit. Unë nuk jam fort dakord. Pol, e vërtet me vendi varfër dhe me korrupsion, por korrupsioni ky që është i 2013 se kaq është i paprecedent. E dyta, jemi vendi që në 90 kemi qenë vendi tretë më i varfër në botë. Evoluimi që ka bërë Shqipëria nga 90 deri tani për 35 vjetë nuk është i pakët. Ka studime që shikojnë rritjen e GDP-s në vendet e rajonet dhe gjithë vendet e Europës lindore dhe Shqipëria është në ato vende që ka bërë më të madhe sepse piknisja ka qenë e vogël. Varfrin që na e kanë lënë ne, nuk e kanë lënë as Partia Demokratike, as Sali Berisha, por e kanë lënë Partia Komuniste e këtyre. Ndalem mirë të procesi, pastaj do ndalem me mëngjesisht tek këto tema tjera. Këtu futën në debatin e keqja me madhe e keqja me vogël. Unë nuk futem dot në këtë. Jo, ti po shkon tek e kupton. Se kjo e keqja, jam dakord, po i vure 2 në peshore, unë s'jam fare për t'i vënë në peshore. Nuk po i vë fare në peshore. Patjetër që njëra është më madhe, shumë e madhe. Nuk po i vë fare. Problemi është që unë jam kundra të keqes. Nuk po i vë fare në peshore. Pa mas. Kundër të keqes jemi gjithë. Po nëse marrim edhe po flasim për çështjet penale, kemi një iniciativë, nuk po merrem asgjë tjetër. Kemi një iniciativë të kreut të qeverisë që mbledh 61 kryetar bashkisë dhe i thotë do më sjellni 10 projekte për paketën e madhe. Po, ndalem mirë te kjo zoti Peka, pastaj i rihapim këto tema. Jo, nuk po rap se po e lidh me diçka tjetër. Dhe që do të thotë 610 projekte që duhet u avjedhësh pronën ose shtetit ose qytetarëve, ndërkohë që Sali Berisha dhe dhënën e vet merr e arreston edhe ngre pa di për çfarë? Për 420 metër më pak tokë që është pronë e vet. Dakor? Dhe kur merr edhe krahason këto dalem edhe ke sistemi gjyqësor pastaj. Shiko, reforma në drejtësi nuk është spaku. Mund vjen keq e konceptuar këtu. Reforma në drejtësi është dizastër, është merr, unë jam avokat edhe merrem për ditë me këtë. Reforma në drejtësi çfarë do thotë? Reforma në drejtësi ke marrë ke heq të gjitha gjykatat e apelit edhe i ke sjellë në Tiranë. Është merr. Me 78 gjyqtarë nuk janë. Një sekond. Reforma në drejtësi ke marrë gjykatat administrative i ke heq nga çarqet e ke sjellë të gjitha në Tiranë. Ke
vjet ka dalë vendim i gjykatës Strasburgut, me rastin e Shqipërisë, që thotë çdo proces penal, çdo proces gjyqësor, mbi 15 vjet në gjitha shkallët, u kthy s'u kthy, është shkelje drejtave të njerëzit. Sot, ty 15 vjet shkojnë deri në apel. Atëherë, Kjo është